Në shtëpinë e Big Brother, tensioni ishte në pikën më të lartë. Alba u kthye drejt Ludos me një ton të prerë dhe të vendosur. E keni quar vëmendjen e gjithë shtëpisë të Eliona, i tha, duke i bërë të qartë se, sipas saj, disa dinamika po shpërqendronin banorët dhe po krijonin një atmosferë të padrejtë brenda shtëpisë. Për Alban, nuk ishte thjesht çështje e një personi, por mënyra se si vëmendja kolektive po përqendrohej te një banore në dëm të ekuilibrit të lojës. Ne duhet të diskutojmë, vazhdoi ajo, duke e kthyer çështjen në një problem strategjie dhe jo thjesht emocioni. Ishte një thirrje për reflektim, një kërkesë për të ndalur lojën e drejt për drejt që sipas saj po deformonte situatën. Alba kërkonte një moment për të rishikuar dhe diskutuar hapur, për të kuptuar pse shtëpia po lëvizte në një drejtim dhe çfarë ndikimi kishte kjo tek banorët, por Ludo nuk e priti mirë këtë ndërhyrje. Me një ton të ashpër dhe pak humoristik, ai i tha Albës, ndalu najherë, o traktor. S'di të ndalesh. Ishte një përgjigje që kombinoi sfidën, mbrojtjen dhe një lloj loje me fjalët. Ludo po i tregonte Albës se nuk mund të dominonte diskursin e shtëpisë dhe se ai nuk ishte personi që do të lejonte dikë tjetër t'i caktonte kufitë e reagimeve. Ky përplasje tregoi diçka të rëndësishme, se Big Brother nuk është vetëm lojë strategjie apo afërsi emocionale, por edhe një lojë fuqie. Alba kërkonte reflektim, qetësi dhe drejtësi, ndërsa Ludo kërkonte të mbante kontrollin dhe të tregonte se nuk është i lehtë për t'u ndalur. Atmosfera u tensionua. Banorët përreth ndjen peshën e fjalëve. Fjalët e Albës nuk ishin thjesht akuza, ishin thirrje për përgjegjësi. Fjalët e Ludos nuk ishin thjesht kundërpërgjigje, ishin një sinjal se nuk do të lejonte të tjerët të diktuarin ritmin e tij. Ky moment u bë një shembull i qartë i dinamikës së shtëpisë, si tensioni, mbrojtja, strategjia dhe emocionet përplasen, shpesh në mënyrë të papritur. Dhe kur dy persona me karaktere të forta përballen, asgjë